veta modeste do t'jetë pjesë e këtij planit vendosjes paqes në botë kudo. Sepse ne kemi një full sofa agreement me Ajovën dhe ne operojmë, kemi kapacitete të limituara, por që operojmë në operacionet të mbështetjes së paqes në botë, under host nation, nën komandën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A është suport ose jo kjo, zoti Berisha? Kjo është suport dhe mesazh. Një suport për një mandat tjetër. Jo suport në presidentën më bo presidente. Kjo është Harroni, mos e kapitalizoni për çështje politike. Tash të kallzoj pse ndodh, pse interpretohet kështu. Kjo është një kapital i madh dhe një tregues dhe një mesazh i qartë se Kosova as nuk është pjesë e BE-s, as e NATO-s, as nuk ka një aleancë në nënshkruar me SBA-t, ka një plan strategjik, një komunikim strategjik që na ka ndalë. Por Kosova është territor i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe presidenti i Kosovës është në ekipin e tij në çfarëdo misioni. Tendenca për ta kapitalizuar. Se ta them, mbështetje për të bërë prap kandidatë dhe e preferuar për president, është tregues i varfërisë me të cilën kjo kandidate tani po mundohet t'i ofrohet qytetarëve për të qenë president edhe një mandat. Varfërisë në kuptimin e realizimit të rolit të saj si presidente e Republikës së Kosovës. Para se t'jap fjalën zotit Sali, a ke ndonjë figurë të... Ja, ndalu. E varfërisë që fillon nga momenti i zgjedhjes përmes votës së kontrabanduar para 4 merave, e shkeljes recidive të kushtetutës së Kosovës, e lejimit të zhvillimit të procesit politik në mënyrë degraduese dhe ndesh shumë herë me frymën e kushtetutës, e acarimit dhe degradimit të raporteve me gjithë aleatet ndërkombëtare të Kosovës, edhe në BE edhe në SBA, deri tek